Përshëndetje të dashur shikues, ja tek kemi sërish së bashku në emisionin Ftesë në studio këtu në televizionin Alsat, këtu ku flasim dhe diskutojmë temat të ndryshme nga ato kulturore, sportive, temat të artit, por gjithashtu edhe tek temat sociale. Sot do të flasim për një temë në fakt që është një temë sociale që mbase ka pas edhe reagime të shumta edhe nga publiku. Do të flasim për statistikat e fundit që u dhanë për divorcet, numrin e divorceve në vendin tonë, por gjithashtu edhe ulja e numrit të martesave. Këtë temë do ta diskutoj me një psikologe dhe terapiste çiftesh, e cila ka ardhur enkas nga Gjilani për emisionin Ftesë në studio dhe unë sigurisht kam kënaqësinë dhe nderin që ta kem këtu për të biseduar këtë temë kaq të rëndësishme. Me mua është këtu Selvete Abdullau, psikologe dhe terapiste çiftesh. Selvete, faleminderit shumë që je pjesë e emisionit Ftesë në studio. Faleminderit shumë që ke marrë rrugën nga Gjilani, sepse e di që është rrugë e gjatë sigurisht dhe ke ardhur këtu për ta diskutuar këtë temë. Faleminderit Ilmije për ftesën. Jam e nderuar që jam në emisionin e juaj, kam qenë edhe herave tjera dhe kështu që me kënaqësi më të madhe. Faleminderit shumë. Tema e divorceve, sigurisht statistikat e fundit tek ne, të paktën në Maqedoninë e Veriut, statistikat e fundit kanë treguar që ka pas një rritje të madhe të divorceve në vitin 2024 në krahasim me vitin 2023, por gjithashtu ka pas edhe një ulje të numrit të martesave. Me sa duket po ndryshon edhe mënyra se si strukturohet edhe familja, por gjithashtu edhe gjëra të tjera të cilat apo le të themi shkaqe të cilat mund të çojnë tek divorcet. Këtë temë ne do ta flasim besoj në disa aspekte, sepse unë pikërisht këtë desha që këtë emision, i gjithë emisionit i përkushtohet pikërisht kësaj teme, sepse është temë pak më e gjerë. Edhe do të flasim për shkaqet që sjellin deri te divorci, do të flasim për terapinë në çifte në shoqërinë tonë, sepse e di që mbase nuk është edhe shumë e zakonshme. Gjithashtu do të prekim pak edhe dhunën në familje, por edhe për atë se si ka ndryshuar mënyra e formimit të familjes. Si të duket, mundemi ta menaxhojmë besoj krejt këtë temë me këto pika? Sigurisht, për të folë për divorcet ka jashtëzakonisht shumë. Faktorët e divorceve, shkaqet, mënyra, pasojat e divorceve, viktimat në këtë rast. Divorci lidhet me shumë faktorë. Njëkohësisht viktimat më të mëdha në divorce janë fëmijët. Do të ndalemi pak më vonë te kjo pikë, sigurisht. Fatkeqësisht numri i divorceve në Kosovë, po dhe në vendet të tjera përreth është në rritje. Kur të flitet për divorcet, njëkohësisht do të me pas parasysh që po flet për një temë të ndihshme shoqërore, që ka pasoja shumë të mëdha shoqërinë. Njerëzit që mendojnë se divorcohen do ta kenë më të lehtë jetën, përkundrazi, fëmijët janë ata që e bojnë barrën kryesore për të ardhmen, sepse fëmijët nuk mund të ndahen për gjysmë. Ata u takojnë të dy prindërve dhe prindit të cilit i takojnë fëmijët do të ketë shumë vështirësi, sigurisht në shkollimin e fëmijëve, ndjekjen e kurseve të fëmijëve, mësimit plotësues, bartjen prej shtëpisë në shkollë, e shumë gjëra të tjera të cilat ballafaqohet prindi që i merr fëmijën, pastaj takimin me prindin tjetër biologjik dhe nuk është e lehtë, si për nënën ashtu edhe për babain. Prandaj para se çiftet të divorcohen, kisha kërkuar, ju kisha bërë apel që të mendojnë fëmijët e tyre, por në raste të cilat janë të pashmangshme, ku ekziston dhuna në familje, kur dhuna është në vazhdimsi dhe çiftet patjetër do të ndërmarrin këtë iniciativë të ndarjes, atëherë është e patjetërsueshme, shifet si zgjidhje e problemit. Edhe në këtë rast, gjithmonë viktima janë fëmijët, sepse fëmijët janë ata që i bartin pasojat dhe njëkohësisht edhe prindërit do ta kenë jetën më të vështirë për arsye se nëse nëna është e re dhe i ka fëmijët e vegjël,
ajo e ka të vështirë me ndërtu një jetë tjetër me një person, për arsye se duhet të kujdeset për fëmijët e saj, si që cika dhe më herët, për shkollimin, për mirëqenjen e tyre. Kështu që edhe mentaliteti jonë, mentaliteti i shoqërisë sonë është më konvencional dhe nuk e pranon let një grua me fëmijë, domethënë e ka shumë të vështirë të fut në familjen e grua që i ka 3-4 fëmijë ose 2 fëmijë pa marrë parasysh. Janë raste specifike ato që ndodhin, por ne gjithmonë flasim kur kemi parasysh përgjithshmën, jo të veçantën. Prandaj jeta është e vështirë pas divorcit, pas kësaj faze. Njëkohësisht, por është e vështirë edhe jeta kur je e ekspozuar gjithnjë në një dhunë psiqike dhe fizike në një familje. Kështu që kjo është një thikë me dy teha, mund të them. Po, ne sigurisht do t'i diskutojmë këto, sepse unë dua të ndalem tek të gjitha do të ndalemi, prandaj siç thash edhe më herët e kemi krejt emisioni do t'i kushtohet pikërisht kësaj teme, se do të ndalemi edhe në më shumë detaje cilat janë shkaqet, por tani do të kemi një shkëputje të shkurtër publicitare, më pas do të rikthehemi për të vazhduar diskutimin. Jemi rikthyer sërish në studio dhe do të vazhdojmë diskutimin ku flasim për shkaqet të cilat çojnë deri tek divorcet, por që do të ndalemi në më shumë detaje. Jam këtu me psikologen Selveta Abdullahu, e cila është gjithashtu edhe terapiste çiftesh. Unë para se të vazhdoj edhe me bisedën, i kam marrë disa statistika, të cilat dua t'i lexoj në fakt që janë për Maqedoninë e Veriut, por që pash që edhe në Kosovë është situata pak e ngjashme. Sipas të dhënave të entit shtetëror të statistikave, në Maqedoninë e Veriut, Maqedonia e Veriut në fakt ka shënuar një rritje të konsiderueshme të numrit të divorceve dhe një rënje të numrit të martesave, në fakt që do të flasim edhe për këtë. Në tremujorin e tretë të vitit 2024 janë lidhur 3536 martesa, që paraqet një rënje prej 12.2% krahasuar me të njëjtën periudhë në vitin 2023. Në të njëjtën periudhë janë regjistruar 403 divorce, një rritje prej 24.4% krahasuar me tremujorin e tretë të vitit të kaluar. Në tremujorin e katërt të vitit 2024, numri i martesave të regjistruara ishte 2430, duke shënuar një rënje prej 14.7% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2023. Ndërkohë, numri i divorceve arriti në 601, një rritje prej 23.9% krahasuar me tremujorin e katërt të vitit paraprak. Pra, nga viti në vit, edhe në tremujorin e fundit të vitit 2024, në krahasim me atë të 2023-shit, ka një rritje të madhe, le të themi, të numrit të divorceve, por gjithashtu edhe një ulje të numrit të martesave, por tek pjesa e martesave sigurisht do të ndalem, sepse do të bazohemi më shumë tek pjesa e divorcit. Sigurisht neve e bëm atë hyrjen, ju thanë disa gjëra se cilat mund të jenë pasoja, cilat mund të jenë shkaqet, por dua të ndalemi tek shkaqet më të zakonshme që sjellin deri tek divorcet. Di që sipas statistikave, sipas sociologëve, psikologëve, di që shkaqet më kryesore gjithmonë janë mungesa e komunikimit, ndonjëherë tradhtia, dallimi i objektivave dhe vlerave jetësore, nëse kanë një çift ka objektiva të ndryshme për jetën e tyre, problemet financiare, kështu që do doja të ndalemi pak tek kjo. Për shembull, ta nisim me mungesën e komunikimit. Si mund të ndikojë mungesa e komunikimit që të sjellë deri tek një divorc? Mungesa e komunikimit është një faktor shumë i rëndësishëm në marrëdhëniet në çift, rikuperimin e marrëdhënieve, njëkohësisht shkakton edhe të lashe të mëdha, sepse nëse çifti nuk i ndërton marrëdhënien në bazë të komunikimit, të besimit, nuk e krijon një atmosferë të ngrohtë, harmonike në familje, po edhe në shoqëri dhe gjithkohë përgjithësi, atëherë është vështirë të arrihet të një mirëqenie ose të një raport i shëndosh martesor. Nuk është çështja vetëm tek martesat, por po flasim në përgjithësi duke e marrë parasysh edhe bashkëjetesën. Një marrëdhënie nuk do me thonë vetëm lidhja martesore, marrëdhënie quhet edhe një bashkëjetesë, një fejes, një lidhje dashurie. Do me thonë, këto hynë të gjitha raportet, besimi, komunikimi i një çifti në përgjithësi.
kjo është esenciale. Komunikimi, krijimi besimit është esenciale për një marrëdhënie të shëndosh dhe sekondër mungesa e komunikimit lidhet edhe me zhgënje, me mosbesem, me elemente tjera që çojnë deri te përplasja ose krisja e marrëdhënieve apo edhe gjendja konfliktuoze e një çifti. Shpesh çiftet arrin në një pikë ku hynë në konflikt, duke mos e ditë as vetë arsyen e plot për motive shumë tolta. Ndoshta për një mesazh në telefon apo për një diçka që është ju shumë e madhe, por konflikti eskalon edhe kështu që vjen ndoshta edhe deri te dhuna. Rastet më të rënda janë kur çiftet kanë fëmijë, cika dhe më herët, dhe konfliktet ndodhin në prezencë të fëmijëve. Në atë rast fëmijët normal që tek fëmijët krijon trauma, se çiftet që janë e martesë dhe në prezencë të fëmijëve krijojnë një atmosferë të rëndë, ajo ndikon në shëndetin e tyre mendor, zhvillimin e tyre, psikofizik, po edhe emocional, ndikon po ashtu edhe në jo socializim, në mbylljen e vetvete, në shpërqendrim të vëmendjes, mos dëshirën për me e ndjek procesin mësimor, dhe shumë pasoja të tjera negative që i bartë fëmija, si pasoje prindërve të tyre. Do me thonë, komunikimi është çelësi i një marrëdhënie, komunikimi i mirë, dhe komunikimi i keq, në fakt, sjell dëme të riparueshme. Jo vetëm në marrëdhënien e çiftit, por edhe në marrëdhënien me fëmijët, edhe në përgjithësi. Prandaj ky është çelësi i një marrëdhënie. Po, do të thonë, unë e ceka si një ndër shkaqet më të zakonshme është mungesa e komunikimit, por gjithashtu ka edhe disa shkaqe të tjera, të cilat unë prandaj dua të ndalem. Për shembull, problemet financiare mund të jenë ndër shkaqet që sjellin deri tek divorcet. Po, edhe problemet financiare, dhuna në familje, prej konflikteve të zgjeruara, që shkojnë një zinxhir, mund të themi, atë mund të vijë edhe të dhuna, që është e patolerueshme, normal që është e papranueshme dhe pa justifikueshme. Dhe tek konfliktet është një element shumë i rëndësishëm ku palët nuk lëshojnë pe asnjëri prej çiftit, dhe kështu që kur të ndodhë rasti atëherë është shumë vonë, se kjo është një korrelacion mes konfliktit dhe dhunës, sepse acarohen çiftet, hidhërohen, mandej ky aspekt ndikon edhe në marrëdhëniet seksuale në çift, sepse një çift që ka pas në vazhdimsi konflikte, nëse tërë ditën ka pas konflikte, ai nuk mund të jenë në raportet të marrëdhënieve seksuale të mira, të shëndosha, për arsye se ose kanë ja kthy shpinën njëri tjetrit në gjumë, ose kanë me flejt në dhoma të ndara, do me thonë një ditë me konflikte nuk mund të sjellë diçka të mirë, dhe kështu që gradualisht ftofen raportet, ndikon në shumë aspekte, dhe kështu që është një zinxhir shumë i gjerë. Në fakt po, ti e përmendë dhe me thënë që sigurisht mungesa e komunikimit, kretë këto mendoj që këto cilat janë shkaqet më të zakonshme që sjellin deri tek divorcet, mund të jenë edhe shkaqet që sjellin deri tek dhuna në familje, sepse nëse ka mungesë të komunikimit, mund të sjellë deri tek dhuna në familje, nëse ka probleme financiare, mund të sjellë sigurisht edhe deri tek dhuna në familje, por gjithashtu dua të ndalem pak edhe tek kjo pjesa mbase viteve të fundit, mbase ka ndryshuar kjo, një ndër shkaqet më të zakonshme që është viteve të fundit, mbase janë edhe
dhe objektivat që kanë, apo vlerat që kanë vlerat jetësore që ka çifti, sepse më herët nuk ka pasur edhe kaq shumë pavarësi mbase mes personave dhe a mendon se edhe kjo ka sjell deri tek shkaqet kryesore të divorceve që tash një çift edhe burri dhe gruaja i kanë objektivat e veta jetësore dhe nëse nuk ka aty marrëveshje dhe nëse nuk ka përkushtim ose mbështetje ndaj njëri tjetrit, atëherë shumë më lehtë mund të vijë deri tek divorci. Po, pavarësia është një faktor i rëndësishëm të dy gjinit, nëse edhe burri dhe gruaja janë të pavarur. Mënyra jetesës, zgjedhja e problemit është më e lehtë, po njëkohësisht kjo ndikon negativisht edhe tek shkputja e marrëdhënies, sepse gruaja mund del banon diku tjetër, edhe kështu që nuk është problem, por në raste kur gruaja nuk është e pavarur dhe varet financiarisht nga bashkëshorti, nuk e ka përkrahjen familjare, do me thonë nuk e ka gëzu drejtën e trashëgimisë të prindërit, atëherë ajo nuk ka ku të shkoj, dhe kështu që detyrohet ndoshta me qëndru me një ambient të zëmt, me një ambient konfliktuoz për arsye të ndryshme ekonomike. Njëkohësisht janë edhe faktorë tjerë. Tek zonat rurale ku më tepër respektohen zakonet, traditat, është aspekti konvencional ku vajzat që martohen ato pjesë ende fatkeqësisht respektohen normat shoqërore, janë do rregullat të pashkruara, jetojnë në bashkësi familjare dhe duhet të janë konformiste me antarët e tjerë të familjes për shkak të rregullit të shtëpisë, duhet të u pëlqej apo s'u pëlqej të ju përshtatet parimeve antarëve të tjerë të familjes, si që janë vjehrit, kunetet e të tjerë, antarë të tjerë. Kështu që është një handicap, është një situatë jo e kënaqshme për arsye sepse ne jetojmë në një kohë të teknologjisë, të shkollimit, avancimit, të ecjes përpara në shumë fusha të shkencës të artit në përgjithësi. Dhe ky është një kthem mbrapa. Sa unë shoh dhe kam pasur raste të tilla që kanë jetuar në zona malore ku varet edhe prej mentalitetit të familjes, prej kulturës, prej përgatitjes shkollore në të cilën familje ka hyrë ajo vajzë dhe mos përshtatja, mos përputhja e karaktereve, ndoshta mos respektimi i rregullave të asoj shtëpie që ata kanë konsideru që duhet të shkon përshtati dhe nuk ka arrit të jetë konformiste. Dhe aty nuk ka shumë rrugë, aty janë vetëm 2 rrugë. Përshtatja, pajtimi me ato norma shoqërore të bashkruara, apo shkëputja. Dhe në këtë rast, në vazhdimsi ka pas një dhunë psikologjike dhe është detyru të ndahet nga bashkëshorti. Ka raste të ndryshme që ne ende nuk i dim, por ka raste edhe që truri njerëzor nuk mundet me imagjinu në shekullin 21 qysh edhe çka ndodh, edhe qysh jetohet, e qysh perceptohet në familjes shqiptare. Çka mund t'i bëjmë një qenjes njerëzore. Prandaj kjo është e dhëmshme, mendoj se duhet bërë ndryshime, jo vetëm të rinjt, po duhet bërë ndryshime edhe moshat e mesme, edhe moshat e shtyra, sepse njeriu mëson dhe ndryshon deri sa të është gjallë.
Shumë e vërtet. Do të vazhdojmë sigurisht diskutimin, sepse dua më pas të ndalem pak edhe tek terapit në çift, sepse i folëm shkaqet e divorceve, por do të flasim pak edhe për atë se çfarë mund ta bëjë një marrëdhënie apo një martesë më të qëndrueshme dhe më të afatgjatë, le të themi, më jetë gjatë. Por do të shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare, më pas do të rikthehemi për të vazhduar diskutimin. Jemi rikthyer sërish në studio dhe jam këtu me Selveta Abdullaun, e cila është psikologe dhe terapiste çiftesh, ku flasim për shkaqet që sjellin deri tek divorcet, por gjithashtu edhe për terapinë në çifte në shoqërinë tonë. Por do prekim sigurisht, deri tash kemi prekur edhe temën e dhunës në familje, shkaqet të cilat sjellin mos komunikimi në çift, por tani do të ndalem tek pjesa, sipas eksperiencës tuaj sigurisht, çfarë bën një marrëdhënie më të qëndrueshme dhe më jetë gjatë, sepse folëm për shkaqet që sjellin deri tek divorcet, por cilat janë ato anët që duhet t'i shohim, duhet të fokusohemi për të pasur një marrëdhënie më afatgjatë, më jetë gjatë, le të themi. Po, Ilmije, terapia në çift është një psikoterapi që mirët me marrëdhëniet e dashurisë, në fakt me ka synim rikuperimin e marrëdhënies, pra për një marrëdhënie të shëndosh në çift, varësisht a është në bashkëjetesë, fejesë apo martesë. Në fillim të terapisë në çift gjithmonë është e vështirë, sepse ne folëm për rastet e konfliktuoze që ndodhin në çift dhe është e vështirë për arsye se ata janë ende të pezmatuar ndaj njëri tjetrit dhe kur vinë herën e parë, normal që secili mundohet t'i hudh faj njëri tjetrit, e ndërprin gjatë bisedës njëri tjetrin, duke ja kontestu ose duke ja pohu ose mohu gjërat që i thot. Por me kalimin e kohës, gradualisht, se roli i psikologut fillimisht është tentim pajtimi. Tentim pajtimi i çiftit. Në fakt, ulja minimizimi i pikave të dobta, por edhe forcimi i pikave të forta. Njëkohësisht është edhe mosmbajtja anë. Për asgjë në botë nuk e mohoj anën askujt në çift. As të gruas, as të burrit. E moj vetëm anën e drejtësisë. Nganjëherë çifteve ju duket që unë po e mbaj anën e njërit nga partnerët ose partneres, por unë asnjëherë nuk e mbaj anën. E flas drejtësi, e flas atë që duhet të flitet në momentin e duhur, edhe në kohën e duhur kuptohet. Dhe me kalimin e kohës e shohin që kam pas të drejtë. Megjithse në fillim mendojnë, perceptojnë sepse ende janë atë fazën kur nuk i artikulojnë mirë mendimet edhe fjalë që unë javë them në fakt. Tentim pajtimi në shumë raste është shumë i vështirë, nuk është i lehtë, për arsye se çiftet nuk vinë me njëherë pas krizave në familje, por vinë në fazën përfundimtare. Pasi problemi është rrit shumë dhe zgjidhja e tij kërkon një kohë, kërkon një kohë më afatgjate. Por edhe nuk kanë edhe durim shumë. Kërkojnë me zgjidh problemin shpejt, ose janë të frustruar shumë, të acaruar, kanë tone të larta, normal, në fillet e terapisë, por me kalimin e kohës situata vjen të ndryshu. Është interesant në disa çifte, as nuk mund të ndahen, por as nuk mund të rrinë bashkë. I shiqojmë të gjitha alternativat, bashkë bisedojmë, kuptohet, dhe e bëjmë në fund një zgjidhje më të mirë. Zakonisht jam për tentim pajtim, mundohem me përkushtem me forcën time profesionale, psikologjike, me arrit të tentim pajtimin. Duke mos e akuzu asnjënin, por duke u munduar që të bëj një pajtim sa më të mirë. Por në disa raste kur
e cika dhe më herët ka dhunë, është ekspozu gruaja një kohë të gjatë prej bashkëshortit dhe ka ushtru dhunë. Është betu që nuk do ta bëj njëjtën veprem, por e ka përsërit, ka qenë rezident i asoj sjellje dhe kështu që ato veç mund të jetë një zgjatje problemit, mendoj. Nga njëherë gratë sakrifikohen për shkak të fëmijëve, nga njëherë marrin vendime të prera për divorc, pa marrë parasysh tentim pajtimit, megjithatë mundohem maksimalisht ta bëj punën time. Si duhet, involvimi i fëmijëve kuptohet është një element i rëndësishëm. Më kujtohet në vitin 2019, isha në qendrën për punë sociale në atë periudhë dhe isha duke tentuar ta pajtoj një qeft të ndarë, ata vetëm kishin filluar me fazat e procesin gjyqësor dhe ishte një vajzë e vogël 5 vjeçare. Ajo nuk i ka takuar prindin e vet biologjik një kohë gjatë për arsye se ashtu kanë qenë rrethonat. Unë tentoja që ta bind nënën për t'ja leju prindit vajzën me po, megjithse kishte edhe urdhër gjykate. Vajza e vogël u lidh shumë për mua. Dhe kur i thojsha të vizatoj diçka, ajo e vizatonte babojn, nënën, vetën dhe mua forsajna. Gjithmonë më vizatoj me përdore, e ka për përdore të saj. I thoja, pse po më vizaton mua? Thoshte, unë e di pse po të vizatoj. Edhe në momentin që kam arrit me e taku me prindin e vetë biologjik aty në zyrë, ajo sa herë që e ka taku, e ka pas ditën e kontakteve, edhe pse ka qenë shumë e përmallshme për prindin, si e ka hop derën, e ka sjell nëna vet deri në korridor, ajo nuk e ka përqafu prindin e vet, po ka vrapu dhe më ka përqafu mu, edhe mandej ka shku e ka përqafu prindin. Fëmia emocionalisht, edhe në gjitha format, e kuptan edhe ndjin ata. Mu më ka po si faktor që unë po du me afru nonën e vetë dhe babën e vetë. Se gjdo fëmi ka qef mi pas prindërit bashk, ofër. A i ndjehet më i lumëtor, më i përmbushur ndjehet. Kështu që kjo është një ndjenjë, për mu ka qenë një ndjenjë e jashtëzakonshme. Edhe kam shumë raste të tilla tek fëmijët, se tani po kaloj te pjesa më e ndihshme, ndoshta prej temës në këtë pjesën tjetër, kur tani frek një vajzë kohëve të fundit, i thamën në zyrë, a din me vizatu? Thot, jo, nuk më pëlqen të vizatoj. Po ani, çka dëshiron ti me vizatu? Veç tregom ti mu, unë e shënaj, nuk vizatoj, veç shënaj. Unë kisha për qëllim t'ja mas dëshirën e saj. I them, fol ti, unë e shënaj. Ajo fillon të flas. Babojn, nënën, mua thot vizat, mua vetën kam dëshirë me vizatu, mandej vllaun, motrën, antar tjeri. Shkollën fillon mandej. Do me thonë gjithmonë prindërit i shohin, fëmijët janë të lumtur kur prindërit i shohin afër. Edhe kjo vajzë ishte me prind të divorcuar, edhe dëshira e fëmijës është pa marrë parasysh çfarë ndodh mes çiftit, dëshira e fëmijës është me pa prindërit bashkë. E fut ke vetën, një vajzë e vogël, e fut ke vetën mas prindërve, mandej vllaun e madh, motrën e madhe, ata gjithë prindërit kanë qenë të parët. Po, të parët, mandej vetën e foste, ishte fëmia më i vogël, e foste vetën, mandej vllaun e motrën e të tjerë. Do me thonë, kjo është mungesa fëmijës. Kjo është peripecia vujtja fëmijës. Edhe te terapia në qeft, gjithmonë qiftet duhet t'i kenë parasysh
fëmijët, ata që kanë fëmijë normal, edhe disa gjëra mirë është të përbihen kur ka mundësi të i kalohen, pse jo, se është e vështirë. Është e vështirë për prindër që janë të ndarë e që kanë fëmijë, sepse ata gjithmonë janë të preokupur me fëmijët. Pa morë parasysh, edhe pse janë ndomë ata, fëmijët janë ata që e mbojnë lidhjen e tyre. Ata nuk e kanë, ata pa tjetër duhet të flasin për shkak të fëmijëve, duhet të takohen për shkak të fëmijëve, nuk e thonë të kenë raporte ndoshta shumicësore në rastet të dhunës, kur ka ndodhur dhuna, ata nuk mujnë me pas raporte miqësore edhe pse ndohen. Por për hatër të fëmijëve ata duhet patjetër të komunikojnë, sepse i kanë 3-4 fëmijë, ata s'mujnë pa komuniku. Ju lidhet situata, tër jetën janë në atë valën e fëmijëve, edhe pse janë në ndomë. Kështu që divorci në disa raste është i pashmangshëm, por nëse ka mundësi me... Për ta shmangur, sidomos kur bëhet fjalë për familje me fëmijë. Po, patjetër duhet të kalohen situata, të rikuperohet lidhja. Për shkak të fëmijëve, sigurisht. Duke qenë se jemi tek terapia në çift, a është e zakonshme në shoqërinë tonë? A ka çifte që vinë në terapi sepse shpesh dëgjojmë, domethënë prej çifteve nëse kanë probleme dhe kur dikush ju sugjeron një psikolog ose një terapist çiftesh, ato thonë jo, çfarë do bëjmë neve, do shkojmë të tregojmë tjetër kujt problemin, sepse është mentaliteti jon deri diku. Por dua të të pyes, duke qenë se ti sigurisht ke eksperiencë, ka filluar të bëhet më e zakonshme shkuarja në terapi çiftesh? Po. Për kondraze, çiftet nuk kanë dëshirë të i dinë problemet e tyre, ndoshta dikush tjetër. Ata në fillim dojnë të mbojnë seancat ndaras. Ndaras burri, ndaras gruaja. Dhe në fund kuptohet vjen terapia në çift, vinë së bashku, por e ceka dhe në fillim që fillimi është i vështirë, por megjithatë vetëdijsimi është duke u rritur. Si te çiftet, po edhe tek problematika tjera në shoqërinë tonë, vetëdijsimi për shkuarjen te psikologu nuk është i kënaqshëm në mas, por megjithatë ka filluar të ndryshojë mendësia. E përmendëm sigurisht dhunën në familje dhe dua të ndalem këtu sepse edhe në Kosovë dhe në Maqedoni, në gjithë rajonin në fakt, dhuna në familje është një fenomen që ndodh shpesh. Raportimet mbase ndonjëherë janë të rralla dhe kjo ndodh për arsye të ndryshme, arsye që më herët mbase edhe i përmende ti që gratë të cilët jetojnë në zona rurale, ndonjëherë kanë të pamundur, sepse nuk e kanë atë pavarësinë e vetë dhe detyrohen të qëndrojnë në këto ambiente edhe ku ushtrohet dhunë në familje. Sigurisht e përmende që disa gjëra në çift duhet të përbijen, mos vi deri tek divorci, por besoj që nuk është rasti me dhunën, sepse aty ku ka dhunë sigurisht e ceka më herët. E ceke që nuk mund të jetë. Si e sheh ti këtë pjesën e dhunës në familje? A mendon që zakonisht gratë janë viktima më të shumta të dhunës në familje? Mendon që duhet ato gratë të kërkojnë ndihmë profesionale sa më shpejt kur ndodhen në një ambient apo ndodhen në një martesë që ka dhunë? Po, duhet të kërkojnë ndihmë dhe kërkojnë ndihmë, nuk është që nuk kërkojnë ndihmë. Shumica e grave tashmë i dinë të drejtat e tyre, kanë plot alternativa për të kërkuar ndihmë edhe për shembull janë profesionistë e fushës që janë të thirrur për të ndihmuar. Është avokati i popullit, janë ndihma juridike falas, është policia, është qendra për punë sociale, janë organizata të ndryshme që mundën të raportojnë për dhunën që ushtrohet ndaj tyre. Prandaj janë një zinxhir institucionesh, aktorësh që ato mund të drejtohen. Po, gratë në përgjithësi kërkojnë ndihmë, por ndihma ndoshta nuk është edhe e mjaftueshme.
Sepse ka shumë raste të cilat kërkojnë ndihmë një herë, 2 herë, 3 herë, dhe shteti, ndoshta aktorët kryesorë nuk arrin me ndryshu situatën. Prandaj edhe po ndodhin shumë vrasje. Në disa raste që janë të paraportuara, është diçka tjetër, por në rastet që raportohen edhe ndodh mandej një vrasje për shkak dhunës së përsëritur, nuk di çfarë epilogu çka më i thon kësaj situate ose kësaj teme. Shumë shpesh në fakt ka ndodhur raste të cilat kanë qenë të raportuara. Ka filluar çdo gjë me dhunë mbase që quajnë të vogël diçka, por që në fund ka përfunduar me vrasje. Nuk e di, në Kosovë e kam përshtypjen që më shumë raportohen rastet e dhunës në familje, ndërsa në vendin tonë, edhe pse dim që ekzistojnë shumë raste të dhunës në familje ku zakonisht viktima janë gratë, nuk raportohet mjaftueshëm. Si përballesh me personat, me gratë të cilat kanë qenë pre e dhunës? Është edhe një element tjetër që duhet të cekët. Nuk raportohen rastet e dhunës shpesh edhe për shkak të paragjykimeve të rrethit social, të stigmës, të krijimit të stereotipeve. Hezitojnë gratë të lajmërojnë policinë. Në fakt, sepse po dëgjojnë të tjerat, si më shohin mandej të tjerat. Ky është një element shumë i rëndësishëm që i ndalon, i penalizon, ndoshta, dhe ndodh më e keqja më në fund. Pastaj sigurisht ka të bëjë dhe ai pjesa që ne edhe më herët e përmendëm përsëri, do të kthehemi tek pavarësia e grave, sepse ose tek mbështetja që nuk ju jepet edhe nga familja. Ndodh shpesh për shembull raste që gratë janë prej dhunës në një familje, por nga që nuk kanë ku të shkojnë, nuk e raportojnë dhe durojnë atë dhunë, por që ndonjëherë kjo dhunë kthehet jo vetëm te gratë, por ka dhunë në familje ku edhe fëmijët në fakt e pasojnë këtë dhunë. Po, ka edhe raste të tilla, por ka edhe raste të tjera të cilat tani unë po flas për Kosovë, kam raste ku e ka duru dhunën deri në një moshë, por tani pas moshës 40 vjeçare fillon memoria e personit kthimi në kohë, domethënë e kujtojnë kohën që kanë kaluar, martesën që kanë kaluar duke e duruar dhunën, në fakt, edhe marrin iniciativen, i marrin fëmijët, e gjeni vend pune diku në qytet dhe dalin pe fshatrave të ndryshme dhe e krijojnë një jetë bashkë me fëmijët e tyre, e gjeni punë me shumë vështirësi, pa marrë parasysh a e pagun alimentacionin prindja jo, edhe kjo është një formë e zgjidhjes ndoshta problemit dhunës. Është një formë që nuk ka zgjidhje tjetër. Nëse një prind ose një burr ka ushtruar dhunë ndaj gruas, ndaj fëmijëve në vazhdimsi deri me vite të tëra, me që tolerohet dhuna asnjëherë, se jo me vite të tëra, po fatkeqësisht është situata e tillë, gruaja ka marrë iniciativë edhe është ndarë ndoshta në moshën 50 vjeçare. I ka marrë fëmijën e rritur, edhe ka dalë me qira, ka gjetë punë, punon diku në restorant, në Lars ose diku në Gjetke, edhe kështu që arrin të mbijeton me shumë vështirësi, por ka qenë e përballueshme. Po, ka marrë një vendim që ka qenë më i miri për situatën e saj. Fatmirësisht që ka shpëtu, shpesh ju tham grave, fatmirësisht që paske shpëtu deri, paske shpëtu pa radhë ti në numrin, pa urrit numri i viktimave të dhunës. Prandaj në fakt edhe mendoj që në asnjë mënyrë nuk duhet të tolerohet. Ajo në fakt është viktime e dhunës, por që je gjallë. Që nuk përfundon edhe më tragjike. Po, që je gjallë.
Shumë e vërtet. Mendoj që nuk duhet vi deri tek nuk duhet të tolerohet në asnjë mënyrë dhuna. Jo, absolutisht. Nuk duhet të tolerohet që të durohet me vite dhe më pas të merret, por në moment që ndodh diçka e tillë, të merret mbase një vendim. Sigurisht që është rënd për nuk është e lehtë, se mbase me fjalë mund të jetë e lehtë, por që në asnjë mënyrë nuk duhet të tolerohet dhuna. Këtu nuk është problemi vetëm të dhuna fizike e bashortit, ka raste që kanë dhunë psiqike, edhe të anëtarëve tjerë të familjes, të vjerrive, të kunetve, që në format ndryshme dhunës që i bojnë, për shembull nusës ose gruas asoj shtëpie. Këto janë... A mund tjetë edhe kjo një ndër shkaqet që sjell deri tek divorci, pase jo vetëm me bashkëshortin që mund të ketë raporte shumë të mira, por duke qenë se jetojmë në një shoqëri që ende jetojmë në bashkësi familjare dhe dhuna psikologjike që mund t'i bëjnë anëtarë tjerë të familjes, qoftë burrit, qoftë gruas, mund të sjellë edhe deri tek divorci këtij çifti? Po, anëtarë të tjerë të familjes të cilët involvohen në qeft, kanë ndikim shumë negativ, sepse e prishin raportet, fillimisht burri nuk e kupton ndoshta, por nuk ja tregon rolin e nënës apo rolin e gruas, kështu që ngjeshmëria që ka ndoshta për nënën në këtë rast nuk e bën atë jo reagues, do me thonë hesht. Këtë rast është edhe kjo për gruan është një handicap, sepse nëse bashorti nuk reagon në situata kur i shkelet të drejta, privatësia e bashortës, edhe kjo është një farë lloj dhune. Po. Për arsye se duhet i tregoj edhe anëtarëve tjerë rolin e tyre. Po edhe roli gruas duhet jetë tamam si duhet. Prandaj ndodhin. Po, sigurisht, mendoj që në këto bashkësi familjare si mirë kuptimi, besoj që do t'ishte komunikimi dhe mirë kuptimi mbase do t'ishte ajo që do të mbaj në shina le të themi të gjithmarrëdhënien. Po, komunikimi, mirë kuptimi, nëse një nuse në këtë rast ose një vajzë që hynë në një familje, e pranon familja si vajzë të vetën, sepse dhe ajo është vajzë e dikujt. E ka rritë dikush, e ka shkollu, po, nëse se pranon si vajzë të vetën, edhe nuk kujdeset për mirëqenjen e saj, si për anëtar të familjes, atëhere me siguri se nuk ka me shku mirë situata në qeft. Për arsye se gjithmonë motive tullta, shumë tullta, ndikojnë në bashkësi familjare, në krisje të qiftit. Që mund të sjellë pastaj deri në divorc. Po, gjithmonën, jo vjera, jo ajo, jo kjo. Ende nuk jemi liru prej këtyre mentaliteteve që na shtymë mbrapa. Shumë e vërtet në fakt. Duke qenë se jemi nga fundi, sepse ndonjëherë duket sikur zgjat biseda shumë, por në fakt këto janë tema që edhe kjo koha nuk është e mjaftueshme sepse mund të zgjatet më shumë. Unë dua të di rolin e terapistëve në çift, rolin e psikologëve në situata kur çiftet kanë krisje, çiftet kanë probleme, që të mos vi deri tek divorci, cili është roli që e bën ti. Normal tregove edhe historitë, një dy historitë të cilat ti i ke pasur në terapi çiftesh, por cili është roli kryesor i terapistëve dhe cili mbase do të ishte edhe një mesazh për në fund për të gjithë çiftet që përballen mbase me probleme, por që duhet është rikuperimi i marrëdhënies. Një komunikim i mirë, qasja është besimi, kthimi i besimit, kthimi i komunikimit, kthimi i harmonisë në qef, në fakt. Këto janë disa nga objektivat dhe gjithë shka që lidhet me një marrëdhënie të shëndosh. Me një marrëdhënie të dashurisë, do me thonën, është rikuperim i marrëdhënies së dashurisë. Terapisti e lunë rolin e rikuperimit, ofrimit të çiftit. Në mënyrën më të mirë të mundshme.
Shumë e vërtet. Të pyes edhe një herë për në fund, edhe këtë mos e le pa pyetur, a preferohet që terapitë në çifte të fillojnë edhe në problemet e para që i ka çifti, apo zakonisht kur më janë probleme që bëhen probleme pak më të mëdha, atëherë vinë, është e zakonshme që të vinë fillimi është më i mirë, për arsye se edhe zgjidhja është më e lehtë dhe më e shpejtë, se sa më shumë që vonohet problemi, edhe zgjidhja është më e gjatë, do me thonë zgjidhja problemit, prandaj që unë kisha preferuar që në fillim çdo krize. Sa po fillojnë ato problemet e para? Po, kisha preferuar që çdo fillim i krizës në qeft të drejtohet tek personat adekuat, personat profesionist që janë thirrur për në aspektin ligjor, për dhënien e këshillave profesionale, në aspektin familjar, social, etj. Pra, sigurisht që preferohet terapia në çift dhe mbase duhet i lëm anash edhe këto paragjykime që shpesh bëhen, sepse mbase mendoj që përballen çiftet të cilët shkojnë në terapi në psikolog, shpesh besoj që përballen edhe me paragjykime, kanë shkuar në terapi çifte. Disa nuk tregojnë fare, nuk tregojnë as në familje, as në rrjetin social, se po shkojnë te psikologu. Po, më mirë është të shkojnë te psikologu, sepse psikologu mundohet me këshilla dhe me orientu dhe me bërë lidhjen më të shëndosh, dhe mandej është më e lehtë se sa të vije deri puna të shkojnë te psikiatri, sepse atëherë është shumë më e vështirë, jo vetëm për çiftet, por edhe për problematika tjera që ndodhin në shoqërinë tonë. Po. Shumë e vërtet. Në fakt edhe unë e them gjithmonë këtë, besoj që çdo kush ka nevojë për psikolog, jo vetëm kur jemi në situata të vështira, kur përballemi me probleme të mëdha, por mendoj që çdo kush e ka një nevojë për të biseduar me psikolog dhe gjëja më e mirë që mundemi të bëjmë kur përballemi me probleme të shumta, jo vetëm probleme shumë të mëdha, po edhe me probleme që i kemi në përditshmëri, gjëja më e mirë është sigurisht të kërkojmë ndihmë profesionale, sepse në fund të fundit ato janë profesionistë për këtë dhe unë besoj shumë që psikologët ndihmojnë shumë edhe në mirëqenien tonë psikologjike, por edhe në mirëqenien pastaj për të vazhduar më tej me jetën ashtu siç dua. Selveta, faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit Ftesë në studio, shumë faleminderit që morë rrugën nga Gjilani edhe një herë për të ardhur pikërisht për të biseduar për këtë temë. Faleminderit edhe për juve Ilmie, ju uroj punë të mbar, i përshëndes të gjithë shikuesit e televizionit Alsat. Ju uroj një ditë të mbar. Faleminderit shumë. Të dashur shikues, këtu do ta mbyllim emisionin për ditën e sotme. Ne së bashku do të shihemi nesër. Unë ju uroj një pasditë të këndshme e bashkë mirupafshim.